ndryshimi i mbiemrave, duke filluar për shembull nga juaji, sepse ka qenë puro shqiptar dhe tash me i keni e bartë një mbiemrin Husejnović? Po, natyrisht kjo është sfidë vazhdueshme, edhe në ditët e sotme, edhe në rrjetet sociale ose në bashkëbisedimet drejt për drejtat që kam me persona të ndryshëm, shumë prej tyre më pyesin çka është ky mbiemër, a je bosnjake ti, kush je ti? Them jo, jam shqiptare e Plavës. Thot po pse ky mbiemër Husejnović, pse s'pendron, pse s'pe kthen në origjinë, në trungun e mbiemrit? Po them nuk po e ndroj. Vllau e ka ndru, e ka bo Hysenaj, ashtu që ka qenë der vite, do me thonë familja jo në rajt e tona, po unë nuk e kom ndru për një qëllim, sepse unë dua t'i ftoj pytjet e personave që ma shohin atë mbiemrin me viq, për të ma mundësuar rrëfimin lidhur me historinë edhe përpjekjet tona për të ruajtur identitetin. Se po ta kisha Hysenaj, atëra i mbiemër ose Hyseni, ai mbiemër do t'ishte i zakonshëm, sikur edhe i qytetarëve që ka shumë qytetarë edhe në Kosovë që e kanë mbiemrin Hyseni, prandaj askush nuk do të më pyeste dhe rrjedhimisht nuk do të shfaqej nevoja që unë të rrëfej historinë time. Deri në çfarë moshe jetuat në Plavë? Në Plavë jetova deri në moshën 14 vjeç. Pra shkollimin fillore kreva në Plavë, pastaj për shkollimin e mesëm erdha në Prishtinë dhe shkollën e mesme e kam përfunduar në Prishtinë. Si ishte ajo periudhë në Prishtinë? Të duk ndryshe? Po, periuda në Prishtinë, po, ishte paksa sfiduse, ishte një shok kulturor, natyrisht ka, edhe pse jemi shqiptar, edhe shqiptarët e Kosovës edhe të malit të zijet Shqipërisë, natyrisht ne kemi dallimet tona në aspektin kulturor, ndoshta edhe në aspektin e theksit, dialektit të gjuhës shqipe, prandaj në fillim nga që unë kisha theksin eran, plavjan, që përngjan ma shumë me Shkodrën, sepse kemi shumë afër Shkodrën ashtu geografikisht. Natyrisht, shoqet e mia në shkollët e mesme shumica dhe nuk më kuptonin, isha paksa e vetmuar në aspektin që për secilën fjali më thoshin çka është kjo, s'po të kuptoj, apo ma thua edhe një herë. Do me thonë ishte paksa sfiduese, ai integrimi im në mesin e shoqeve në shkollën e mesme. Megjithatë, pas një viti, ndal nga dal, unë fillova të integrohem dhe të shoqërohem më shumë me kosovarët, me shoqet nga Kosova, dhe sot e kësaj dite unë e mbaj shoqërinë me to, takohemi kohë pas kohë, tash edhe që jemi familjare, kemi fëmijë të vegjël e të tjera, natyrisht kohë pas kohë takohemi dhe mbajmë shoqërinë dhe kalojmë shumë bukur. Mbështesim njëra tjetrën në qëllimet edhe në planet e ndryshme, edhe personale edhe përsa i përket rëndësisë së komunitetit. Nga Plava në Prishtinë dhe nga Prishtina në Malajzi. Po, ashtu është. Shumë interesante, nga që gjatë shkollimit të mesëm isha e dalluar në aspektin e mësimeve, për nga notat, dhe ishte një delegacion nga Malajzia, i cili erdhi në Kosovë për të promovuar bursen, respektivisht për krahjen financiare për studentët që dëshirojnë të studiojnë në Kuala Lumpur të Malajzisë. Në atë kohë ishte një garë shumë konkurruese, dhe ne u përzgjodhem 15 nxënës të shkollave të mesme të Prishtinës dhe të disa komunave të tjera, deri ku kanë mujt me depërtuata si delegacion me promovu bursen, u zgjodhem për të studiuar në Malajzi. Natyrisht, Malajzia është një shtet në Azinë Juglindore, është shtet i zhvilluar, e ka një sipërfaqe si ish Jugoslavia, e ka GDP-n si Gjermania, pak ka shumë mundem me e rrëfy, do me thonë, zhvillimin e Malajzis. Zvoni e dim shumë mire dhe nga mediat që presidentja Vjosa Osmani ka qenë në vizit në Malajzi dhe ajo vetë, si që kam parë nga postimet e shumta që i ka bërë për Malajzin, ka qenë e befasuar me pritjen në Malajzi. Natyrisht edhe atje i kishim sfidat tona, fillimisht sfidat me klimen, sepse është klima tropikale, gjithmonë nxehtë, gjithmonë gjelbrim. Pastaj kishim sfidat me ushqimin, sepse ushqimi aziatik dallon nga ushqimi jon, nuk gjenim bukë askund. Ishte ajo nevoja që madhe për ta shijuar bukën e bardhë. Ata ushqen kryesisht me oriz edhe me ushqimet e tjera që i kanë